Parashikimi i motit 25 qershor 2025, i nxehti afrikan vjen të jetë prezent me temperatura që shkojnë në 39 gradë Celsius. Ditën e sotme në vendin ton do të vijojnë valët nxehta afrikane, ndikimi i tyre duke sjellë në vendin ton bizotërim të motit të kthjellët dhe të temperatura shumë të larta gjatë paradites. Vlerat ekstreme priten në qarkun e Elbasanit dhe Beratit. Parashikohet që orët e pasdites të sjellin kalime vranësirash në për të gjithë territorin, ku më të theksuara vranësira do të paraqiten në zonat malore lindore, megjithatë nuk priten rreshje. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe mesditë, duke bërë që vlera minimale të regjistrohet në qytetin e Ersekës 15 gradë Celsius, ndërsa maksimalja pritet në Koplik dhe Cërik, duke arritur një maksimum prej 39 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë me shpejtësi mbi 28 km/h nga drejtimi i veri perëndimor, ku do të bëjë që në brigjet detare të krijohet një dallgëzim i ulët.